Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani 3 hurma ose kaki në ditë për një javë, nuk do të besoni se çfarë i ndodh zemrës dhe zorrve. Hurmat, kakit ose mollët japoneze janë frutat më të pasura me ushqyes të cilët janë vërtet të shijshëm dhe aleat të mirë të shëndetit të zemrës dhe rregullojnë funksionet e zorrve, citojnë ekspertët. Por le të shohim në detaje përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre, sipas ekspertëve të Healthline. Vlerat ushqyese janë të larta. Hurmat janë të pasura me energji, kanë vlera laksative dhe gjithashtu diuretike. Janë gjithashtu të pasura me kripra minerale, veçanërisht me kalium, thelbësor për ruajtjen e lëngjeve në qeliza. Shquhen për sasinë e lartë të vitaminës C, veçanërisht te frutat shumë të pjekura. Kur ato janë të papjekura, është e pasur me tanina, të cilët japin shije në idhët. Në fund të procesit të pjekjes, tanina zvogëlohet ndërsa sheqeri rritet, duke i dhënë hurmave shijen e saj tipike. Të gjitha këto përfitime mund të jenë të dobishme për ata persona të cilët vuajnë nga anemia. Ato janë të shkëlqyera gjithashtu edhe kundër problemeve të kolesterolit. Hurmat të mbrojnë zemrën tonë dhe ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Të pasur me antioksidant, fibra dhe minerale, ato parandalojnë gjithashtu arteriosklerozën dhe ndërlikimet e saj. Përveç kësaj, falë flavonoideve të quajtur astragline që përmban, redukton presionin e gjakut dhe ndihmon ata që vuajnë nga hipertensioni. Kjo do të thotë të kesh një zemër të shëndetshme. Hurmat janë rregullator të shkëlqyer të zorrve. Hurmat gjithashtu janë një mik i çmuar për ata që vuajnë nga kapslloku ose koliti. Në fakt ato ndihmojnë në rregullimin e funksionit të zorrve. Përmbajtja e lartë e fibrave 2.5 për 100 gram e bën atë një ilaç të jashtëzakonshëm kundër kapsllëkut dhe mbajtjes së ujit. Në fakt, fibrat janë të çmuara për rivendosjen e florës së zorrve dhe për të ndihmuar gjithashtu edhe në ruajtjen e një mikrobiome të shëndetshme. Ndaj hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj tretës. Por kur dhe sa duhet të konsumoni gjatë ditës? Kundër kapsllëkut. Nëse vuani nga kapsllëku ose mbajtja e ujit, rekomandohet të merrni një hurmë në mëngjes kur trupi është i pranueshëm. Në këtë mënyrë preferohet të pjekur mirë pa fara ose pa lëkurë. Nëse vuani nga koliti, hurma duhet të konsumohen në mëngjes, por duhet të jenë pak të pjekura. Kështu do të merrni përfitimet e tyre në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve tuaja tretëse. Hurma është një burim shumë i mirë i fibrave. Hurma kaki është plot me vitamina dhe minerale, por duhet të kujdeseni që ta konsumoni gjithmonë brenda normës në dietën tuaj. Njerëzit në Azi e kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite dhe duket si një domate. Hurma kaki është e pasur kryesisht me vitaminën A, vitaminën C dhe gjithashtu edhe me minerale të tilla si hekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim shumë i mirë i fibrave dhe antioksidantëve dhe ndihmon gjithashtu në forcimin e imunitetit tuaj. Për afërsisht 100 gram e këtij fruti përmban rreth të paktën 70 kalori. Mund të hani të freskët, të thatë ose të gatuar. Nëse konsumoni të gjithë frutin, do të ishte e këshillueshme të qironi lëkurën përpara se të hani, sepse përmban sasi të madhe të tanineve. Ky përbërës mund të parandalojë përthithjen e elementeve të tjerë të dobishëm. Mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të rrisë rrezikun e diarres. Do të ishte më mirë t'i hani ato pas një vakti. Një ide e mirë është të hiqni lëkurën e frutit, ta coptëzoni dhe ta vendosni në kos. Ndërkaq, nëse nuk e dini për bërthamat, ato mund të hiqen pasi mund të jenë të vështira për të tretur. Të mirat terapeutike dhe benefitet e hurmave janë të shumta, sidomos për shëndetin dhe për organizmin. Këto fruta të ëmbla prodhohen nga pema e kakis, emri shkencor i të cilës është Diosporis kaki, ndërsa ato janë me origjinë nga Azia, pikërisht në kontinentin aziatik. Disa prej këtyre pemëve arrin të mbijetojnë edhe kushteve më të vështira. Sipas ekspertëve, ato janë të pasura me element ushqyes, ndër të cilat kanë fuqi të larta energjike. Hurma ndër të tjera përmbajnë ujë me shumicë, rreth 80% e frutit, por edhe fibra, vitaminën A, C, kripra minerale si potasi, kalciumi, kaliumi, magnezi, fosfori, seleni dhe sodiumi.
Falë përmbajtjes së tyre të substancave, hurmat u japin energji organizmit dhe gjithashtu forcojnë sistemin tuaj imunitar. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt, falë përmbajtjes së vitaminës C, ndihmon në mbrojtjen e organizmit, pra të sistemit imunitar. Trupi është në gjendje të mbrohet më mirë kështu edhe nga bakteriet. Ndaj konsumi i hurmave në dietën tuaj sigurisht që do t'jap benefite të larta ushqyese. Ato përmirësojnë tretjen dhe lodhjen e madhe. Hurmat të ndihmojnë me tretjen dhe luftojnë në lodhjen. Janë në fakt një zgjidhje shumë e mirë dhe për të lehtësuar problemet që lidhen me aparatin tretës dhe atë të zorëve. Ndaj janë të mira dhe efektet e tyre relaksative, falë përmbajtjes së lartë të fibrave që ato kanë. Por nëse konsumohen të papjekura, janë të pasura me tanine dhe mund ta dëmtojnë kështu organizmin tuaj. Ato kanë efekte pastruese gjithashtu edhe diuretike. Ndër të tjera, hurmat kanë efekte pastruese dhe diuretike, kjo për shkak se përmbajnë edhe kalium, luftojnë stresin, lodhjen dhe oreksin e pakët, dhe mund të cilësohen një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në këtë aspekt. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen dhe gjithashtu humbjen e oreksit. Ndaj konsumi i tyre do t'jap efekte të mira kundër këtyre shqetësimeve. Parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe përmirësojnë gjithashtu edhe absorbimin e hekurit. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Këto fruta janë të pasura me elementë të cilët përmirësojnë shëndetin e zemrës. Ato përmirësojnë absorbimin e hekurit në organizëm. Mbrojnë gjithashtu edhe organet e ndryshme. Hurmat mbrojnë organet të ndryshme, janë në fakt shumë të mira për mbrojtjen e shpretkës, pankreasit, stomakut, zorëve dhe përveç rregullimeve të mëlçisë. Farat e hurmave kanë gjetur gjithashtu edhe përdorime në mënyra të ndryshme, por këshillohet që ta konsumoni vetëm frutin në mënyrë që të merrni vlerat e plota të tij. Hurmat janë konsideruar si fruti më i mirë i kësaj stine, por është mirë të dini disa vlera ushqyese të hurmave për shëndetin e njeriut, rëndësinë e saj ushqyese dhe gjithashtu bartjen e vlerave të larta. Ato rriten gjithashtu edhe në vendin tonë, ndihmojnë me tretjen dhe me jashtëqitjen. Në fakt, hurmat kanë aftësi shumë të mira relaksative që ndihmojnë me jashtëqitjen edhe për shkak të përmbajtjes së fibrave, çka do të sjellë rezultate fantastike edhe për tretjen e dobët. Gjithashtu, nëse konsumohen të pjekura, mund t'japin efekte laksative në trajtimin e problemeve të konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për të gjithë organizmin. Hurmat janë të pasura me vitaminën C, e cila njihet për vetitë e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë të ujit, sheqerit, vitaminave dhe të mineraleve. Sasia e lartë e karbohidrateve të hurmat i bën ato të dobishme edhe për përfitimet e energjive të nevojshme të organizmit. Në fakt, ekspertët tregojnë se ato mund të përmirësojnë përthithjen e hekurit në trup dhe ndihmojnë edhe në këtë aspekt. Edhe pse duhet t'i konsumoni, duhet të dini se nuk duhet të teproni me to. Kjo është pikërisht edhe për të marrë vlerat më të mira të këtij fruti. Ato rriten gjithashtu edhe në vendin tonë dhe janë të pasura me vitamina C, të cilat njihen për mbrojtjen e imunitetit dhe nga ana tjetër mbajnë sistemin e ujit dhe të sheqerit nën kontroll, përthithin më mirë mineralet dhe vitaminat. Hurmat janë një frut i cili mund të zgjidhë shumë lehtë edhe çështjet e konstipacionit, duke përmirësuar shëndetin tuaj, tretës dhe duke dhënë rezultate fantastike në çdo aspekt të tij. Ndaj ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 3 kokra çdo ditë për të përmirësuar imunitetin dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe problemet që lidhen me të. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e këtij fruti në formën e plotë dhe të pjekur në mënyrë që të merrni përfitimet, vlerat dhe elementet mineral dhe ushqyes të tyre. Ndaj, duhet ta përdorni gjithmonë brenda normës së lejuar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat parabrake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.